E ke ditë se nënës, babës nuk mund t'i thush as uf. E ke ditë se namazi është fars, e ke bo. Nuk dë lëvize këmbët robi ditën e gjykimit derisa të pyetet për imrin e tij, për jetën e tij, ku e ka kalu. Pyetja e parë. Katër gjëra i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto. Pastaj thot: "Wa an ilmihi fima fa'al." Dhe nga dituria e tij do pyetet robi ditën e gjykimit për atë çfarë ka ditë, domethënë çfarë ke bë me atë dituri? Çfarë ke bë? E ke ditë se namazi është fars, e ke bë? E ke ditë se kamata është haram, a je largu? E ke ditë se nënës, babës nuk mund t'i thush as uf? E ke ditë? Çfarë ke bë me kat? Dhe pyetesh për çdo gjë që e ke ditë, se tek shumica e njerëzve gjërat bazore, farzet kryesore ose haramet e mëdha dihen tek njerëzit. Po njerëzit shumica e injorojnë, domethënë shtiren sikur nuk i din. Po Allahu e din. Melekët e din se ne këto informata i dim. E treta është dhe do pyetet për pasurinë e tij, se prej ku e ka fitu dhe ku e ka harxhu. Dhe në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do pyetet për trupin e tij që ja ka dhënë Allahu me gjithë mirat. Ku e vjetrove këtë trup? Ku e harxhove këtë shëndet? Do pyetet për këto gjëra.